Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ju boft mirë darkë Allazni. Allahu apranoft agjerimin e kësaj dite. Allahu apranoft lutjet e kësaj dite dhe lutjet përgjithësi. Allahu Dhul Gjelali shpërbleft vllaznit që ishin shkak që na sonte të jemi bashk. Hoxhën Jusufin, shirën e xhamis dhe vllazërit tjerë që janë një koqër të dëshmuar historikisht se janë një koqër të mirë. Allah i shpërbleft për këtë gosti të begatshme, këtë sofër të begatshme. E lusë Allahun e madhreshëm ashtu që na ka tubuar në këtë sofër të iftarit, në këtë sofër të begatshme. Allah i madhreshëm na bashkof gjithve në sofrat e xhenetit inshallah taala. Zotën, ju gjithë e dini hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, li saimi farhatan, agjëruesi ka dy gëzime, gëzohet kur han iftarin për shkak të suksesit me agjërimin e tij dhe gëzohet ditën kur e takon Allahun Dhul Gjelal. E na lutim Allahun e madhëshëm që na ndihmon të jemi të sinqert në fenë e tij, kemi qëndres në rrugën e tij, të ndjekim në mënyrë të paluhatshme Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në fund, e pastaj na mundson që na gëzon me shpërblimin e tij më të madh, ajo është shikimi në fytyrën e madhnisë së tij subhanahu wa taala. O vëllezër, këto janë momente ku manifestohet dashuria e sinqert, kujdesi dhe respekti për njëri tjetrin, këto ndjenja dhe emocionet të cilat i kultivon imani, besimin në Allahun e madhreshëm. Dhe na e falenderojmë Allahun pafund që na ka ndihmuar që të jemi kësaj lloj besimtarësh, edhe të përgjigjemi thirrjes së vëllezërve tonë në këtë iftare, e të kalojmë këto ditë edhe në Ramazanit në këtë bashkësi, në këtë tubim të këtill, ku mbretërojnë emocionet e imanit, e dashurisë, e respektit, dhe ku kurorzohen këto të mira me lutjet e tuar Allahut madhëshëm që na i shton të mirat e tij dhe të na bën falendrues vazhdueshëm ndaj tij. Në një prej ajeteve që përmeni pak hoxha kujtimin në tribunën që majtëm në xhami, është fundi ajetit 185 në surën Bakara, li tukmilul idda, që të plotsoni ditët e Ramazanit, wa li tukabbirullaha ala ma hadakum, e të madhroni Allahun për atë që ju ka udhëzu, wa la'allakum tashkurun, e të bëheni falendrues. Do thot na vetë fakti që Allahu Dhul Gjelal ka bëu musliman, e na ka mundsu me arrit këtë Ramazan, e me qenë agjërues këtë Ramazan, e me qenë për atyre që shtrojnë iftar këtë Ramazan, dhe për atyre që i përgjigjen thirrjes së një koqërve në iftarët e tyre, e ta kalojmë ditën me këshilla porosi edhe me dashuri të ndërsjellë, padyshim se meritojnë një falëndim të jashtëzakonshëm ndaj Allahut Dhul Gjelal, falëndim i cili na i sjell neve shtimin e të mirave që i kemi. Qofshim vazhdimisht falëndrues ndaj Allahut, madhërues së tij për këtë udhëzim që na ka dhënë, dhe lutim Allahun gjithëve të na jap fund të mirë këtë botë dhe të na gëzon me shpërblimet e tija të begatshme dhe të panjohura për ne, e të njohura për Allahun në ahiret. Allah shpërit hoxhën Jusufin që na dha mundësi edhe në këtë kohë pas iftarit i themi disa fjalë këshilla. Allah e shpërblen me të mirat e tij, jep shëndet e sukses në angazhimin e tij, në davetin e tij, dhe inshallah takohemi edhe shumë vite në kësaj lloj tubimesh, në kësaj lloj aktivitetesh në vende të mira në këtë botë, inshallah pastaj takohemi gjithë së bashku në xhenetul Firdaus në shoqërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allah shpërblet edhe hoxhën Bekir, edhe hoxhën Kujtim, edhe Osmanin, të gjithë juve, Zoti ju përdash në këtë botë dhe botë tjetër. Inshallah nuk do të ketë edhe fundit këto takime, këto dete, këto gosti, data, sërish do takohemi. Ndajmi mendime, bisedojmi, qajmi hallë me zvete, folmi për çështjet e davetit.